Rrjetet izraelite dhe emiratase në internet punojnë bashk për të formësuar narrativat rreth Sudanit dhe Gazës, duke sulmuar ushtrinë sudaneze, ndërsa masakrat e milicisë RSF në El Fasher rriteshin. Në industrinë e mbrojtjes, kompanitë izraelite po zgjerojnë prezencën në Emirate, duke forcuar qarkullimin e dy anshëm të parave, teknologjisë dhe inteligjencës. Kompania izraelite Kontrop po hap një deg në Emirate, simbol i fundit i këtij përqafimi të thellë të sigurisë. Ndërkohë, sundimtarët Emiratas mburren se modeli i tyre i zhvillimit është shembulli ndriçues për rajonin, autoritar, apolitik, i zhytur në konsumizëm dhe spektakël. Është një fasad përparimi e ndërtuar mbi shtypje, një mirazh moderniteti që fsheh makinerinë e tiranisë, shkruan ekspertja politikave të lindjes së mesme Sumaya Ganushi. Ata predikojnë se begatia pa liri është rruga përpara për arabët. Por realiteti që prodhon modeli i tyre është coptim, kaos dhe gjakderdhje, shkruan Ganushi. Emiratet nuk veprojnë vetëm. Ato janë bërë partneri rajonal më i rrezikshëm i Izraelit. Bashkëfajton në një projekt të përbashkët shpërbërjeje. Së bashku, ata investojnë në kaos, ndezin konflikte civile, armatosin funksione dhe kthejnë çrregullimin në mundësi, shkruan Ganushi, eksperte e politikave të lindjes së mesme.